shikon po, ato që janë studime, thuhet që afërsisht 3% kështu mundet mi mbledh bakteriet e ambientit, për shkak që s'ka aftësi mi po për veti mbledh shumë bakterie, edhe normal që kalon toksike. Izolon shumë mikroorganizma edhe kalon toksine, dhe është shumë e rrezikshme më përdor nëse veç është e hapun edhe është rujtë nuk lejohet më përdor, do më thanë nuk është e preferueshme. Për shembull, çfarë gjysmë na mund të vendosim në ngrirje të thellë, ai humb vlerat nëse vendosim në ngrirje të thellë. Tash nëse veç ki sasi shumë të madhe. Qepës, edhe perum për me fërgu o fjalla herën tjetër se në salat nuk besoj që ruhet se shtohet, që se një qep nuk është shumë ushtu. Po nëse dam për me fërgu, për shembull unë e preferoj me fërgu, ta zojmë qepën e pasulit, të fërguajmë një sasi më të madhe, masi po pritojmë me përgatitë edhe nesër prapë për gjellën, edhe ashtu të nxehtë me ata yndyrë edhe ato vaj që shosh me një tegull qelçit e mshelim në mënyrë hermetike dhe shtim